Okej. Unë menoj që kur jemi te Limaj, besoj që duhet me shtru temën pak më ndryshe me diskutu për figurën e tij. Çka ndodhi që u organizuan dhe të gjithë e lanë jashtë? Pra, ka një arsye që Limaj ishte i padëshiruar për gjithë. Kur po themi padëshiruar është fjala politikisht, për shkak të manovrave të tij politike që i ka bën në të kaluarën. Pra, Limaj është një lojtar i madh politik në Kosovë, i cili ka mbijetu pothuajse në gjitha stuhit politike që i ka ndodhur personalisht, por edhe në aspektin e përgjithshëm në garë dhe frika nga performanca e tij dhe strategjia e tij politike, besoj që kjo i ka kushtu. Unë po e quaj kështu se dikush thotë jo loja e tij, jo lëvizjet e gjëra të tjera. Pra në politik duhet me kuptu, janë çdo strategjitë të cilat përdoren në garë dhe çdo subjektet politike i shohin opsionet se si të nxirren më mirë në raport me elektoratin dhe në raport me votën që kanë. Limaj e ka bërë çdo herë këta. Pra edhe në AK, edhe në PAN, edhe në kohën kur e ka kalu vetë pragun, edhe në kohën kur se ka kalu, ka bën një strategji të politikën e cilën ka dash me shpërfaq pjesën e tij të programit politik në raport me strukturat dhe opinion. Besoj që e ka bërë edhe tash. Pse po besoj që ka bërë gabim sidomos PDK-ja që nuk e ka futur në listë, është me idenë që kësaj radhe është dashur të PDK të mendoj strategjikisht për rezultatin e përgjithshëm zgjedhor. Futja Fatmir Limajt në PDK do të pamundësonte një rezultat më të madh të lëvizjes vetëvendosi. Ta keni këtë parasysh këtë gjë, sepse ligji zgjedhor në raport me këta që e kalojnë pragun, ka një farë diferencë këtë që po e shpjegon Limaj dhe kjo është e vërtetë. Nuk bëhet fjalë për 20-30 mijë vota ose 50 mijë vota. Bëhet fjalë për 6 deputet, të cilët po u futën si prag me nismën, janë 3 ose 4 më pak për lëvizjen vetëvendosi. 20, jo, që të kallëzoj, po që e shpjegoj pse. Ja hupi vota fitarve. Nuk e ka e marrë vesh. Pyet Ramushin, Po si ka marrë vesh me çka më thon hiç. Hiç se të kuptoj, domethënë të vol diçka tjetër. Ama hiç se ka bërë. Po që nga me vëmendje. Po ti po thuj fiton Knena plus, jo, dëgjom, dallimi që PDK nuk i ka dash 20.000 vota, me idenë që mbeten jashtë 6 deputet dhe i shkojnë vetëvendosës, ky është problemi. Sepse po t'ishte brenda nisma, potencialisht do të ishin 2 ose 3 deputet më shumë. Kjo nuk kupton që 2 ose 3 deputet më shumë diku bin krenar. Ata që kom thonë, për mos vogulu dikush do të më rrit dikush. PDK me vedijes zashti me urrit në raport me deputet, jo me vot, sepse PDK mund me marrë 220.000 vota, po prapi ka 21 deputet, se darja ka me qenë më e madhe. A e kupton? A e ki qarësësh? Faleminderit. A e më të thonë diçka? Po ai nuk është që si e të thonë diçka. Faleminderit. A mund me vazhdu edhe pak? Domethënë, kjo është strategji politike në cilën unë besoj që edhe PDK-ja, por dhe LDK-ja kanë qenë pak shkurt pamës nga ideja e frikës për shkak të lorave politike të Limajt që i ka bërë në garë, janë friksuar që po e futën brenda mund dëmtohen, domethënë elektoralisht. Kjo është gabim, sepse në anën tjetër gjithçka këta shkon në favor të lëvizjes vetëvendose, potencialisht Limaj mund të marrë 48.000 vota në rast se dalja është 1.010.000, i duan 3.000 vota shtesë dhe për 3.000 vota i mbetet jashtë. 48.000 vota gati bëjnë 5 deputet 6, të cilët shpërndahen në mënyrë proporcionale dhe 2 ta i shkojnë domethënë çdo herë të parë. Në këtë variant